Finalizohet nga shërbimet e drejtorisë së forcës së posaçme operacionale faza e 93 operacionit të kodur operacionalia. Kape në Vlorë pjesëtari një grupi kriminal që akuzohet për trafikim të një kontenjeri me 82.84 kg kokainë sekuestruar në datën 5/2/2026 në portin e Vigos në Spanjë. Si rezultat i shkëmbimit në kohë reale të informacionit nëpërmjet homologëve spanjoll dhe shërbimeve të drejtorisë së forcave operacionale nëpërmjet specialistëve të Interpol Tiranës në lidhje me vendodhjen e një shtetasi të shpallur në kërkim ndërkombëtar, u finalizua operacioni kodur operacionalia 93. Gjatë kësaj faze u lokalizua në Vlorë dhe u arrestua provizorisht me qëllim ekstradimin në Spanjë shtetasi KK 30 vjeç i lindur në Vlorë. Për këtë shtetas autoritetet gjyqësore në Spanjë në datën 3/3/2026 kanë lëshuar urdhër arresti për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike. 30 vjeçari akuzohet se ka bashkëpunuar me shtetas të tjerë për të trafikuar në Spanjë 82.84 kg kokainë fshirë në një kontenjer. Lënda narkotike u sekuestruan nga policia spanjolle. Gjithashtu u arrestu në flagrancë gjatë përpjekjes për të nxjerrë ngarkesën dy shtetas. Nga hetime, dyshohet se roli i 30 vjeçarit ka qenë vëzhgimi i kontenjerit nga jashtë terminalit. Ai është larguar fillimisht drejt Katalonjës dhe 11 ditë pas ngjarjes ka ikur në Itali. Vijon bashkëpunimi ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Madridit për të finalizuar procedurën për ekstradimin e 30 vjeçarit.